avaska o kon. Kom digju kohën e fundit që po thuj nuk është mirë me shku te varrezat për Bajram për shkak se është gëzim e mandej aty një lloj dhënimi din shpirtënor mu lidh. A na spjegon për shembull mu po kom qef me ditë se kom digju versione të ndryshme hoq. Shiqa, në kohët e mëhershme të pejgamberit alayhis salam i ka ndalu vizitën për varreza. Sidomos në ditën e Bajramit. Por më vonë ka leju pejgamberi. Por unë shfrytëzoj rastin përmes kësaj nate këtu, që jemi të bu, që t'i shprej ngushëllimet gjithë atyre të cilët nuk i kanë të dashurit tyre, babën, nonën, vllazën, e motra, kushdo që qoftë. Na ditë gëzimi që besoj gjithë kanë qef mi pas për rreth. Por që kjo është. Dhe ata shprejnë si një lloj solidariteti me ata që nuk i kanë prezent. Sepse sofra Bajramit kur shtrohet, përveç që është sofër e ka domethënie shumë të madhe. Shumë të madhe. Ka domethënie shumë të madhe. Bashkohen familjarët, prindi me fëmijët, gjyshi me djemt, me nipat, është kënaqësi e veçantë. E vërtet. Por kur nuk i ki në sofër, atëherë përmallohesh për ta. Edhe më njerë mas i të falet Bajrami shkojmë një fatiha që thot populli ja këndojmë, atyre të vdekurve aty, bëjmë lutje për ta, edhe ju themi, ju keni ardhur për para nesh, ndërsa na do të vim pas jush. Do të vim pas jush, sepse është procedurë, është ligj i Zotit.